Përshëndetje. Përshëndetje. Disa ka përshëndetje të gjithave. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Përshëndetje. E dim mirë se çfarë nevojash ka Tirana. Besimin tuaj, njësisë 9, gjithë qytetarëve të Tiranës, e kërkoj për disa arsye. Unë besoj tek përbashkimi. Besoj tek fuqia e bashkimit njerëzve të zakonshëm. Edhe tek ndryshimi që ata sjellin kur bëhen bashk. Unë besoj tek puna. Edhe mendoj që nëse ka një fije lidhëse të gjithë ata që e duan familjen, e duan shoqërinë dhe duan dhe vendin e tyre, fija lidhëse është puna. Unë besoj te punët e vogla, sepse janë ato që i bëjnë punët e mëdha. Dhe mbi të gjitha besoj fort tek bashkëpunimi. Duhet kujdesemi për çdo njeri të këtij qyteti. Duhet kujdesemi për fëmijët tanë, për të siguruar një të ardhme më të mirë. Duhet kujdesemi për gratë dhe vajzat tona, për familjet, prindrit. Duhet kujdesemi për të moshuarit. Duhet kujdesemi për ata të cilët kanë më shumë nevojë, për personat me aftësi të kufizuar. Ky qytet nuk përbëhet nga mure, nga godina. Ky qytet bëhet nga njerëzit. Dhe kur qyteti punon për njerëzit, njerëzit punojnë për qytetin. Dhe jetojnë mirë në qytet. Cilësia e jetës është e rëndësishme. Ky operacioni që po ndodh sot në Tiranë, i çlirimit të hapësirave publike nuk është asgjë tjetër veç se një përpjekje madhore, dhe mbesoni është një përpjekje madhore për të kthyer hapësirat njerëzve. Dhe që jo vetëm do t'ja kthejmë, po do të bëjmë të mundur që në çdo lagje, se ato lagjet aty rriten komunitetet. Është sikurse është në shkollë, te klasa. Aty zhvillohen mendjet, edhe rriten njerëzit, bëhen qytetarë të mirë. Dhe ne do e fillojmë punën nga lagjet. Dhe lagjet duhet që tashmë të riorganizojmë me modelet më të mira. Kemi një plan për Tiranën. Tirana 2030. Dhe Tirana 2030 do të jetë qyteti ku jo vetëm rilindja urbane 2.0 do ta ketë shndruar qytetin dhe lagjet e tij në hapësira të cilat i shërbejnë njerëzve, i shërbejnë komunitetit. Në zona ku ne kalojmë kohën më të madhe dhe është pikërisht ky kati 0, kati për dhe, aty takohemi, ne aty pim kafen, aty ndajmë hallet, shqetësimet, gëzimet, ndajmë përvojat me njëri tjetrin. Ai kati 0 është kati më i rëndësishëm i shtëpisë tonë përbashkët i Tiranës. Dhe ky është kati që ne duhet të kujdesemi edhe më shumë, duke filluar nga pastrimi, nga gjelbrimi, nga këndi i lojrave, nga koshi i basketbollit për të rinjt, nga aktivitetet kulturore që në çdo lagje duhet shëtisin, sepse jeta kulturore nuk ndodh vetëm në qendër. Duhet ndodhi aty ku jetojnë njerëzit, në shtëpitë, në lagjet e tyre. Aty bëhet më i plot qyteti, aty qyteti mbushet me gjallëri, aty fillon shpresa. Dhe aty secili jep më të mirën e vet. Komunitetet kanë nevojë të mbështeten më shumë. Dhe unë bashkë me ju, bashkë me skuadrën, do të bëjmë të mundur që rilindja urbane 2.0 të shkojë në çdo lagje, në zemër të çdo komuniteti. Karriera e Ogertës ka kaluar sfida të jashtëzakonshme, atë të ministres së shëndetësisë, mbase sfida më e madhe në një epokë ndër më të vështira siç ishte ajo e pandemisë, sfida e Ministrisë së Arsimit, një tjetër sfidë e jashtëzakonshme, nga ku fillon krijimi i çdo njeriu, individi, edhe patjetër të rrituri që nesër është pjesë e shoqërisë shqiptare, por besoj që kjo është një sfidë ndryshe, por po aq e madhe sa dhe dy të parat, që është pikërisht drejtimi i kryeqytetit tonë. Pse jemi mbledhur pikërisht në zemër të qytetit? Unë besoj se çdo gjë nis nga zemra. Fitoria e Ogertës duhet të nisi pikërisht nga këtu, nga qendra e Tiranës. Ne kemi për herë të parë në historinë e shtetit shqiptar, në historinë e kryeqytetit shqiptar, një grua që do garojë fort dhe do marrë rezultatin fantastik, falë mbështetjes tuaj, sepse përmes Ogertës, si nën, si bashkëshorte, si motër, me ndihmën tuaj ju fakt po votojni
në emrin e Ogertës, secila për grave, jo vetëm të njësisë 9, por gjithë Tiranës do gjej veten e saj aty. Jam e bindur që duke qenë bashki, të mbështetur nga qeveria, ne mund të bëjmë punë të mëdha në këto vite drejt 2030-s për t'i parë dhe për t'i patur sa më të prekshme rezultatet e kësaj pune që ne do të bëjmë së bashku.